Mirësitë e muajit Dhulhixhe dhe veprat që kryhen në të. Veprimet në muajin Dhulhixhe. Muaji Dhulhixhe është një muaj i respektuar, gjatë të cilit sahabët e nderuar dhe tabiinët bënin kujdesin më të madh për të kryer sa më shumë adhurime. 10 ditët e para të këtij muaji janë përmendur në Kuranin Kerim dhe si të tilla janë ditë të mbushura me mirësi të mëdha. Është transmetuar se i dërguari i Allahut ka thënë, nuk ka punë më dashur te Allahu i lartë se sa puna e bërë në këto 10 ditë. Patjetër që gjatë këtyre 10 ditëve ka edhe punë të caktuara. E para, agjërimi ditës së 9 të Dhulhixhes, i cili është i barabartë me agjërimin gjatë gjithë jetës. E dyta, për çdo natë nga netët e këtyre 10 ditëve, të falësh 2 rekate namaz në mes farzeve të akşamit e të yatsisë dhe në çdo rekat të këndosh surën El-Fatiha dhe nganjëherë tauhidin. Kul huwallahu ahad, si dhe ajetin vijues: Wa wa'adna Musa 30 lejleten wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lejla. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Sura El-Araf, ajeti 142. Me këtë namaz je bashkëshoqërues i haxhinëve në shpërblimin e tyre. E treta, duke e filluar nga dita e parë e 10 ditëshit të Dhulhixhes dhe deri në fundin e ditës së Arafatit, pasi të falësh namazin e sabahut dhe namazin e akşamit, të këndosh lutjen e Sadikut alayhi salam: O Zoti im, ti ke preferuar dhe i ke nderuar këto ditë mbi ditët e tjera. Me mirësinë e me mëshirën tënde, bëri që unë t'i arri këto ditë, prandaj në këto ditë zbrit mbi ne prej begative të tua dhe zgjeroj mbi ne mirësitë e tua. O Zoti im, të lutem të lartësosh Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe në këto ditë të na udhëzosh në rrugën e drejtë, në rrugën e largimit nga veprimet e ndaluara, në rrugën e pasurimit dhe të veprimit në ato punë që ti dëshiron dhe je i kënaqur. O Zoti im, të lutem vetëm ty, o pranuesi të gjitha ankesave, o dëgjuesi i çdo meditimi, o dëshmues i çdo grupi njerëzish, o i dituri i çdo të fshehte, të lartësosh Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, të largosh prej nesh në këto ditë sprovat e rënda dhe për të mirën tonë të përgjigjesh lutjeve tona. Në këto ditë na forcoj na ndihmo dhe bëje mbar që ne të bëjmë atë që e dëshiron ti, o Zoti ynë, dhe nga e cilat ti je i kënaqur, në të gjitha detyrimet me të cilat na ke urdhëruar në bindje të urdhrave të tua e në bindje të atyre që urdhërojnë në pushtetin tënd. O Zoti im, vetëm ty të lutem, o më i mëshirshmi i mëshiruesve, të lartësosh Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe të dhurosh për ne në këto ditë kënaqësinë. Vetëm ti je dëgjuesi i lutjes, mos na privon nga e mira që ti zbret prej qielli në këto ditë. Të lutem, na pastro prej mëkateve. O i shumë dituri të fshehtave dhe bëje detyrim për ne hyrjen në shtëpinë e përjetshme. O Zoti im, lartësoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Në këto ditë për të mirën tonë, mos lër asnjë mëkat pa e falur, asnjë breng pa e larguar, asnjë borxh pa e shlyer, asnjë të larguar pa e sjell. Mos lër asnjë nevojë prej nevojave të kësaj bote, të botës tjetër pa e bërë lehtësisht të mundshme e të arritshme. Vetëm ti je fuqiploti mbi çdo send, o Zoti im, o i dituri të fshehtave, o mëshiruesi çdo sendi që ecën, o ti që u përgjigjesh të gjitha lutjeve, o Zoti i tokave e i qiejve, o ti që zërat nuk të duken të ngjashëm, lartësoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe në këto ditë na bëj prej atyre që ti nxjerr prej dënimit të zjarrit dhe u ke dhënë lirinë, prej atyre që kanë fituar xhenetin e prej atyre që kanë shpëtuar me mëshirën tënde, o më i mëshirshmi i mëshiruesve. Allahu e lartësoft Muhammedin dhe të gjithë pjesëtarët e familjes së Muhammedit.